Το ταξίδι στον Αθωνικό Παράδεισο έφτασε στο τέλος του. Udhëtimi im drejt parajsës Anthonite arriti fundin. Rruga e kthimit filloi, unë gjita në bordin e anijes, e cila më solli këtu përpara disa ditëve, ku kalova nga Uranopoli për në portin e vogël të Dhafnit. Duke parë në distancë, i mbyll sytë e mi dhe për shkak të një dëshire të thellë për të përjetuar përsëri udhëtimin tim. Kujtoj ato buzin ku para disa ditëve më mori nga Dhafni që të më çonte në stacionin e parë në Karjes, kryeqendra e Malit të Shenjtë. Që nga këtu, lart, bukuria është e panjohur dhe e veçantë. Duke zbritur nga ato buzi, shoh dyqane të vogla që shesin gjëra për vizitorët. Ikona unike të mahnitshme. Ndërtesa guri që mbizotrojnë mjedisin, shfaqen para meje. Rrugica të skalitura, etërit që ecin me hapa të ngadalt, si të donin të gëzonin ditën me diell. Koha këtu ka tjetër dimension. Edhe sigurisht që vizitova Protaton me famë, kishën kryesore, Palladion e Malit të Shenjtë, e cila qëndron si muze e artit bizantin në zemër të kryeqendrës Anthonite. Dhe ashtu si të gjithë vizitorët e tjerë, pa përjashtim, u gjinjëzova përpara ikonës së hylinces, ikona e Axion Esti, ti meriton. Është nderimi kryesor i atribuar nga murgjit e Malit të Shenjtë. Jo shumë larg prej këtej ndodhet Sarai, perla e Karjes, skita ruse e Shën Andreas, ku pata mundësinë të ndjek një shërbes me kanonin e saj të veçantë, qetësi dhe devocion. Είδα ακόμα από κοντά την Αθωνιάδα, την εκκλησιαστική σχολή του Αγίου Όρους. Gjithashtu vizitova nga afër Athoniadën, shkollën kishtare të Malit Athos. Është një shkollë e vjetër që filloi të funksionojë përsëri në vitin 1957. Pash aty nxënësit të psalin dhe të lexonin me nderim tekstet e shenjta, brenda një atmosfere solemne. Ανεξίτηλη όμως τη μνήμη μου μένει η μορφή του γέροντα Μωυσή. Nuk më del nga mendja fytyra e murgut të moshuar Mojsi, që e njoha gjatë vizitës sime në qelinë e tij. Ai më priti me dashuri dhe ngrohtësi dhe më foli për traditën, historinë dhe për mënyrën e jetesës së murgjeve në Malin Athos. Το Άγιον Όρος, ο αρχαιοελληνικός Άθωνας, vρίσκεται στο τρίτο πόδι. Mali i Shenjtë ose Mali Athos, siç quhet në greqishtën e vjetër, gjendet në gadishullin e tretë të Kalkidikisë. Sipas traditës së shenjtë, nëna e Perëndisë vizitoi këtë vend në Kleonaën e hershme. Ajo u shfaq para banorëve pagan, foli për Krishtin dhe e deshi këtë vend. Ajo u kërkoi atyre të lavdëronin emrin e djalit të saj. Dhe në fakt, sipas Shën Grigor Pallamait, teologu të shquar e të madh të shekullit të 14, në letrën drejtuar Shën Petro Athonitit, ai shkruan se murgjit e nderojnë hylindësen si nën, si zonjë, si mjeke, si edhe për thjeshtësinë e saj. Megjithse është e ndaluar hyrja e grave në Malin e Shenjtë, personazhi më i nderuar është një grua, nëna e Perëndisë. Hyrja për gratë është e ndaluar jo se murgjit urrejnë gjinin femërore, por për disa arsye asketike, ashtu siç është që murgu nuk duhet të hajë dhe të flejë shumë. Gruaja u krijua nga Perëndia për të ofruar dashurinë e saj, paqen dhe përkëdhelinë. Murgjit e shmangin këtë gërryrje
që e kërkojnë dhe e gjejnë vetëm tek Perëndia. Και βρίσκει μόνο στον Θεό. Σε μια χαρακτηριστική αγιορείτικη διαδρομή μέσα στην καταπράσινη άγρια φύση. Në itinerarin karakteristik në malin Athos, përmes natyrës së gjelbër dhe të egër, pas të shfaqeshin para meje shumë qeli, të shpërndara atje këtu, si të buronin nga shpatet për të strehuar jetën asketike të murgjërve. Μπροστά μου ορθώνεται ο Άθωνας, περήφανος. Para meje, mali Athos lartësohet krenar, dominues dhe madhështor. Peizazhi i rrethuar nga deti e bën atë unik. Στο εσωτερικό των κελιών που επισκέφθηκα, κατάνοιξη και δέος. Brenda qelive që vizitova, ndjeva frikë dhe devocion. Murgjërit luteshin në ndritën e zbetë të qërinjve që mbanin në duar. Në kishës, priftrin të murgjër po kremtonin liturgjinë hyjnore. Δεν τους λείπουν όμως και οι ανθρώπινες στιγμές. Çastet njerëzore janë gjithnjë të pranishme. I pash të shijonin vaktin e tyre të thjesht, të shoqëruar me verën e prodhuar nga duart e tyre në tavolinën e qelisë. Një pamje piktoreske shfaqet përsëri përpara meje. Një apt i moshuar shijon dritën e diellit në balkon, duke bërë lutjet me kombuskinin e tij. Από τον 5ο αιώνα αναφέρεται ότι έχουμε μοναχούς του Άγιον Όρος. Ο μοναχισμός όμως οργανώνεται τον 10ο αιώνα. Në malin e shenjtë ka pasur murg që në shekullin e 5. Megjithatë, monasticizmi u organizua në shekullin e 10 nga i madhi dhe i njohuri Shën Athanas Athoniti, i cili erdhi këtu nga Azia e vogël dhe në vitin 963 ndërtoi manastirin e Lavrës së Madhe dhe ja dedikoi hyllinses nënës së Zotit. Ky manastir u përdor si shembull për ndërtimin e manastireve të tjera. Sot ekzistojnë 20 manastire, një numër që as nuk mund të shtohet dhe as të paksohet. Prej këtyre, 17 manastire janë grek, një është bullgar, një serb dhe një rus. Gjithashtu ndodhen edhe 2 skita rumune. Pra, Mali i Shenjtë është një qendër ekumenike me afro 2000 murgjër. Gjysma e tyre janë të moshës nga 20 deri 40 vjeç, që do të thotë se ata janë njerëz plot jetë dhe që do të thotë se Mali i Shenjtë ka të ardhme. Shumë prej tyre janë të arsimuar, jo vetëm në monasticizëm, duke treguar që këta njerëz vinë këtu me vetëdije të plotë. Φτάνοντας στη μονή Κουτλουμουσίου, Me të mbritur në manastirin e Kotlumusiju, vizitova kishën dhe u gjinjëzova para ikonës së Shënmërisë, mbrojtësja e sigurt. U mahnita nga freskët e mrekullueshme në narteksin e jashtëm të kishës. Është një manastir madhështor dhe i mrekullueshëm. Pjesa e brendshme është gjithashtu e jashtëzakonshme, me çatit me dru dhe me kupolën e saj të lartë dhe të punuar mirë. Συνεχίζοντας την περιήγησή μου, πήρα το μονοπάτι. Duke vazhduar rrugën, nisem drejt manastirit të Ivironit. Në rrugë ndalova të lexoj disa të dhëna rreth ikonës së famshme të manastirit, të Virgjëreshës Mari Portaitisa, mbrojtësja e manastirit dhe e gjithë malit të shenjtë. Murgjit e manastirit dhe vizitorët pelegrin provojnë ndjenja të panjohura që nuk mund të shprehen ndaj kësaj ikone që është e shenjta e të shenjtave të Athosit.
O zonjë të rëshënjtë, sa e madhe që je me të vërtet, sa të gjallë që të ndjej, o sa i madh është hiri yt dhe aq më tepër fuqia jote. Themi shumë shkurtimisht se vendi dhe prania e kësaj ikone i ka përsen kufijt natyral. Është ikona që ndodhej në Bizant në kohën e luftës kundër ikonave rreth vitit 840. Këtë ikonë e kishte një grua e ve, besimtare dhe e pasur nga një fshat i rrethit të Nikeas, e cila ishte në rrezik të dënohej po t'ia gjenin këtë ikonë. Ajo e shpuri bashkë me të birin në bregdet dhe duke u lutur tha: "O e tërshenjta ime, mbro veten edhe ne." Dhe vuri kështu në det. Për çudi ikona nuk ra anash, por qëndroi në këmbë dhe u drejtua nga Perëndimi. Lavdëruan Perëndin dhe hirin e saj. I biri me nxitjen e saj u bë murg, arriti këtu në malin e shenjtë dhe koncidoi që të jetojë në zonën më të gjerë të manastirit Iviron, ashtu siç e pëlqente Perëndis. Atëherë përmend ngjarjen e ikonës që e vuri në det bashkë me të jëmën e tij në bregdetin e Nikeas. Kjo ngjarje u transmetua nga brez në brez. Në vitin 1004, do me thënë 150 vjet më vonë, kur manastiri Iviron tashmë ishte ndërtuar nga Ivirët, pra Gjorgjanët, igumen ishte Efthimi. Atëherë pranë bregdetit u shfaq një dukuri e jashtëzakonshme. Ishte një dritë qiellore, si shtyll zjarri, që ngjalli interes tek njerëzit. Përpara manastirit dukej në det një ikonë e të rëshënjtës, por nuk ishte mundur t'i afroheshin. Mbas lutjeve të etërve, e të rëshënjta ju shfaq murgut Gjeorgjan Gabriel, që jetonte jashtë manastirit, dhe i tregoi si ta marrë ikonën e saj nga deti. Dhe kjo u bë. Brenda një atmosfere mallëngjyese, Gabrieli eci mbi det dhe e solli atë thesar të madh në bregdet dhe këtu në faltore. Atje në bregdet, ku e mbështeti, shpërtheu një burim ujë të bekuar që është deri më sot. Kishte ngjarë diçka e paparë ndonjëherë. Ikonën e solli oshenar Gabrieli në kishën qendrore në mes të himneve dhe mallëngjimit. Ditën tjetër, ikona mungonte dhe u gjet prapa kishës së vogël, që atëherë ishte hyrja kryesore. E sollën përsëri në kishën qendrore dhe përsëri u gjet jashtë hyrjes. Atëherë e tërshenjta ju shfaq oshenar Gabrielit dhe i tha: "Ti thuash igumenit se ja solla ikonën time në manastir, që ta ruaj dhe ta mbroj unë manastirin, dhe gjithë murgjet që jetojnë këtu në malin e shenjtë me respekt dhe me frikë Perëndie, le të shpresojnë në mëshirën e birit tim." Kështu pra ikona mbeti pranë hyrjes dhe u quajt Portaitisa. Στο παρεκκλήσιο που φυλάσσεται έμεινα έκθαμβος μπροστά στη θαυματουργή εικόνα. Në kishëzën ku ruhet, u mahnita përballë ikonës mrekullibërse në ikonastasin e punuar me dru dhe të afreskave të mrekullueshme në narteksin e jashtëm. Εξακολούθησα αχόρταγο στην πορεία μου μέσα στην έξοχη φύση. Vazhdova rrugën përmes natyrës magjike, derisa u ndodha në burimin e shenjtë të Shën Athanasit. Γεύτηκα τον αγιασμό του. Shijova ajazmën dhe ju afrova këmbanores dhe i rash këmbanës në mënyrë simbolike. Επόμενος προορισμός μου, η μονή της Μεγίστης Λαύρας. Destinacioni tjetër ishte manastiri i Lavrës së Madhe, manastiri më i vjetër i Malit të Shenjtë.
Më priti përzemërsisht një murg i cili më tregoi manastirin përreth, që dukej si një fortesë brenda një bimësie të dendur dhe të rrethuar nga deti. Περίτεχνα ψηφιδωτά, το κιόσκι με το απέναντι. Mozaik të punuar me dorë, pavion me një pamje në blu të zënë. Çdo gjë është e punuar në gur. Πέτρα παντού. Το καθολικό, Kisha, burimi përballë saj, kubeja dhe narteksi i jashtëm me afreskët e saj të mrekullueshme. Συνεχίσαμε με το μοναχό να δείχνει το δρόμο, ακολουθώντας το κατηφορικό μονοπατάκι με τα σκαλιά. Vazhduam me murgun duke ecur nëpër rrugën me shkallë drejt shpellës së Shën Athanasit, e cila ndodhet brenda shkëmbive. Με τη δύση πήραμε το Në perëndimin e diellit, morëm rrugën e kthimit. Σε κάθε μοναστήρι του Αγίου Όρους, σε κάθε σκήτη και σε κάθε κελί, Në çdo manastir të malit të shenjtë, në çdo skit dhe në çdo qeli, pjesën kryesore e zë kisha, e cila përbën qendrën e jetës së çdo murgu. Adhurimi zë një vend sundues në jetën e murgjëve. Grumbullimi në kish përbën një dëgjueshmëri të vazhdueshme. Kështu fillon dhe mbaron dita e murgut. Adhurimi është i vazhdueshëm, praktik e përditshme që ushqen shpirtrat e murgjëve. Shërbimi kryesor i murgut nuk është puna sociale apo diçka tjetër, por të lutet dhe të komunikojë vazhdimisht me Perëndimin, i cili është një bekim i madh dhe mundësi e dhënë nga Perëndia. Në çdo çast njeriu mund të komunikojë me Perëndin. επικοινωνεί με τον Μέγα Θεό. Η πορεία προς την Αγία Άννα, μακριά, ανηφορική και δύσκολη. Rruga për në Shënan është e largët dhe e vështirë. Orë të tëra ecje përmes natyrës së virgjër. Me gjithë ndalisat, ja dolën ban. Ja tek është skita e Shënanës, një zonë e mrekullueshme e malit të shenjtë, e mbushur me bukuri dhe qetësi, me një numër të madh kasolle dhe shenjtor të panjohur. Kjo është skita më e vjetër e malit të shenjtë. I përket manastirit të Lavrës së Madhe dhe është shpallur si tribunë e paprekshme e tempullit të Athosit. Εδώ αποτραβήχτηκαν και ασκήτεψαν. Këtu ndoqën një jetë asketike, patriark dhe kryepriftërinj me famë. Σε όλη την παραθαλάσσια πλευρά από την Αγία Άννα, Përgjatë bregut të Shënanës, deri tek kasollet prej druri, shkëmbinjt janë të mprehtë dhe të thepisur. Një madhështi mbinatyrore, shkëmbinj vigan, shpate shkëmbor, kasolle me çati me teneqe në disa zgavra ose pjesë të dala të shkëmbit. Këto janë kasollet e eremitëve, të varura si folje zojsh. Këtu jeta është më e vështirë se në manastire. Pak më tej,
Manastiri Shën Pavlit, Shën Dionisiut, Shën Grigoriut, του Αγίου Παύλου, του Διονυσίου, του Γρηγορίου και τέλος η Σίμωνος Πέτρα. dhe në fund manastiri Simono Petras, ndërtesa madhështore dhe e madhërishme, ndërtuar mbi një shkëmb të lartë. Το Πάσχας του Άγιον Όρος έχει μια ιδιαίτερη λαμπρότητα. Për Pashkët, mali i shenjtë merr një shkëlqim të veçantë. Pa ndriçim shtesë, shpenzime apo ushqime të tepërta, siç ndodh zakonisht në jetën e botës. Και την βυζαντινή Me madhështi modeste dhe sipas traditës bizantine, murgjit psalin Krishti u ngjall në ditën e ngjalljes që paraprihet nga kreshma 40 ditëshe. Ata përjetojnë thellësisht nga zemra troparin, me vdekjen shkeli dhe të varrosurve jetën u fali. Kështu dhe ne të mund të kryqëzojmë mëkatet tona dhe të ngjallemi edhe ne si ai që u ngjall së vdekurësh duke përqafuar virtytet hyjnore. Ai vdiq me qëllim që të mposh vdekjen, kështu që vdekja e humb aspektin plot frikë të saj. Dhe fituesi i madh në vend të vdekjes na ofroi shpresën e madhe, ndihmën e ngjalljes. Tani ne e presim vdekjen si një gjumë. Ajo nuk na frikson, ajo nuk na trazon, as na shqetëson, siç ndodh tek shumë njerëz jo besimtar, të cilët me frikën e vdekjes vdesin madje para se t'u vi ora. Μία από τις πιο ιερές στιγμές κατά την εβδομάδα των παθών Një prej çasteve më të shenjta të javës së madhe është çasti kur Josifi nga Arimathea, një nxënës i fshehtë i Jesuit, kërkon tek Pilati të marrë trupin e Jesuit për ta varrosur. νεκρού Κυρίου. Και η Εκκλησία μας κατά έναν τρόπο μυστικό, κατανυκτικό, ιερότατο, Edhe kisha jonë në një mënyrë mistike dhe solemne, mban me anë të priftërinjve trupin e vdekur të kryqëzuar të Jesuit dhe e vendos në përmendoren e cila për kishën tonë është altari. Përmendorja e Krishtit, mbi të cilin kremtohet liturgjia e pagjakshme. το οποίο τελείται η ανέμακτη Θεία Ιερουργία. Κατά την αγιορητική τάξη, ο επιτάφιος, όπου δεν έχουμε το κουβούκλιο, αλλά μόνο Sipas traditës agjorite, epitafi nuk mbahet në kuvuklje, por vetëm trupi kalon në procesion rreth kishës së manastirit dhe më pas ata futen në kishë dhe e vendosin mbi altar. δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Eja një merr një dritë nga drita që sperëndon. Drita është Krishti, peshkopi ndes qiririn nga kandili i pafjetur dhe ofron këtë dritë tek grigja që të ndriçojë jo vetëm fytyrat, por edhe jetët dhe zemrat e tyre. Το κορυφαίο και κοσμοϊστορικό γεγονός της Αναστάσεως Ngjarja që kulmon dhe më rëndësishme e ngjalljes nuk është një kujtim tipik historik, por një ngjarje që vjen nga Ungjilli, leximi i të cilit
u jep gëzim zemrave të besimtarëve. Dhe në këtë mënyrë fillon ngjarja e ngjalljes nga fjala e vetë Zotit nëpërmjet ungjillit me anë të mesazhit të gëzueshëm tek zemrat e njerëzve. Προς τις καρδιές των ανθρώπων. Η Ανάσταση στο Άγιον Όρος Dita e ngjalljes në malin e shenjtë ka një madhështi të përulur dhe një madhësi modeste. Ο εσπερινός του Πάσχα λέγεται αγάπη. Mbrëmësorja e Pashkës quhet dashuri, për shkak se është predikimi i të kryqëzuarit, i cili u ngjall nga dashuria e tij për krijesën. Kështu ajo thuhet edhe në gjuhët e tjera, gjithashtu në mënyrë që mesazhi ekumenik i ngjalljes të njihet dhe të dëgjohet nga të gjithë njerëzit, nga të gjitha brezat, racat dhe kombet. Όλων των γενών, όλων των φύλων, όλων των γλωσσών. Στο Άγιον Όρος συνηθίζεται την περίοδο της διακαινησίμου Gjatë javës së shenjtë, në malin e shenjtë, gjatë mbrëmësores së Pashkës së dashurisë, vjen nëse ka episkop dhe priftërinjt dhe duke mbajtur ungjillin dhe ikona dhe afrohen tek murgjit dhe laikët, nëse ka, të cilët puthin ungjillin, ikonat dhe marrin bekimin nga priftërinjt që i mbajnë. Των κληρικών που τα κρατούν προς ευλογία. Μετά το τέλος της αγάπης, οι ιερείς φορεμένοι Mbasi mbaron shërbesa e mbrëmësores së dashurisë. Priftërinjt me veshjet e shërbesës dalin nga ndërtesa e komunitetit të shenjtë, ku përfaqësuesit e manastireve takohen 2 herë në javë, dhe pasi heqin rrobat e shërbesës, ata bëjnë fotografi në kujtim të kësaj dite. Για ανάμνηση του γεγονότος αυτού. Τη Δευτέρα του Πάσχα, από παλαιοτάτων χρόνων, εορτάζεται στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου. Që nga kohët e hershme, të hënën e Pashkës, kremtohet në kishën Protaton ikona mrekullibërse e Aksionestin, ikona e hyrlinces së shenjtë, e cila nderohet dhe kujtohet me dashuri të veçantë, veçanërisht nga murgjit e moshuar. Το γεγονός του Emri i kësaj ikone daton që në shekullin e 10. Στα μέσα του 10ου αιώνα. Η λιτανία της Παναγίας του Άξιον Εστί είναι η μεγαλύτερη λιτανία του Αγίου Όρους. Litania e ikonës së Aksionestin të Virgjëreshës Mari është litania më e madhe e malit të shenjtë. Μόνιμα φυλάσσεται του Πρωτάτου. Είναι πολύ ωραία η ακολουθία αυτή. Litania e ikonës së Aksionestin të Virgjëreshës Mari është litania më e madhe e malit të shenjtë. Ikona e mbajtur nga priftërinjt nxirret jashtë kishës ku ruhet. Ky procesion vazhdon për shumë orë. Shkon rreth skitës së hershme të Karies Poliknes, e cila në një mënyrë është qendra dhe katedralja e kofrave siç quhet, e cila ndodhet në një vend magjepsës, ku gjatë stinës së pranverës, në mes të lulëzimit dhe gjetheve të sapoçelura, lëshon gëzim dhe shpresë të frymëzuara nga hylincja e shenjtë. Η Υπεραγία Θεοτόκος και της εν της μήμας της ζωής χαρισάμενος.
Οι αγιορείτες μοναχοί δεν περιορίζονται μόνο στα θρησκευτικά και λατρευτικά τους καθήκοντα. Murgjit e Malit të Shenjtë nuk e kufizojnë veten vetëm në shërbesat fetare dhe adhuruese, e cila padyshim është detyra e tyre kryesore. Çdo murg ka diakoninë e tij në qoftë se jeton në një qenovium, ose punën e dorës nëse jeton në një qeli. Έτσι, στην Αθωνική Χερσόνησο είδα τεχνίτες επιδέξιους. Kështu që në Gadishullin Anthonian, unë pash artizan, mjeshtra, njoha nga afër marangoz, të cilët furnizojnë manastiret me drasa, ikonograf si Atë Sofroni dhe kuzhinier, të cilët përgatisnin ushqimin për vëllezërit e tjerë. Των υπολείπων μοναχών. Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σταθμούς μου, η μονήχη Λανδαρίου. Një nga ndalesat e mia më mbretëslënëse të udhëtimit tim ishte manastiri serb i Hilandarit, me hagiografi të mrekullueshme. Pjesa e brendshme e manastirit ishte me të vërtet mbretëslënëse, me një pus mermeri në qendër të oborrit, para se të hyje në kishë. Admirova kishën unike dhe ikonat e mrekullueshme të Virgjëreshës Mari dhe ikonën mrekullibërse të Tridorshës dhe të Puthjes së ëmbël, me dhurata të shumta të ofruara nga kryepeshkopi i Serbisë. Το Άγιον Όρος είναι το γνωστό περιβόλι της Παναγίας. Mali i Shenjtë është i njohur si kopshti i Hylincës. Është i njohur tek i gjithë helenizmi dhe në gjithë botën për historinë, traditën, për kontributin si dhe për mesazhin e tij. Këtu ruhet fryma e monasticizmit bizantin, i monasticizmit të qëmoqëm, siç u themelua në lindje. Nuk është thjesht një mbetje e Bizantit, nuk është një muze i gdhendur në gur. Këtu ruhet tradita bizantine në agiografi, në psaltir dhe në ato që quhen arte të shenjtë. Mali i shenjtë është një punishte e virtytit, shenjtërisë dhe urtësisë. Kjo është arsyeja që ai tërheq shumë njerëz të lodhur dhe të stresuar të kohërave tona. Και αυτό είναι το οποίο διψά σήμερα κουρασμένος και αγχωμένος άνθρωπος. Το Άγιον Όρος Mali i shenjtë është krahë hapur. Është kopshti i Virgjëreshës Mari, kopshti i Perëndisë, vendodhja hyjnore për ata që kërkojnë dritë. Αυτά τα τελευταία λόγια του γέροντα Μωυσή Këto fjalë të fundit të Jerondit Mojsi i dëgjoj akoma në veshët e mi dhe sa më tepër largohem nga ai, aq më i sigurt ndjem se do të kthehem përsëri në këtë përqafim të ngrohtë, duke konfirmuar ato që shumë njerëz kanë thënë pasi e kanë vizituar atë. δεν είναι ποτέ αρκετή. Një vizitë e vetme asnjëherë nuk mjafton.